Thot tjetri sunet është vënia e dorës së djathtë mbi dorën e majt mbi gjoks në gjatë qëndrimit në këmbë dhe pas qëndrimit në këmbë, do të thënë para rukus dhe pas rukus. Do thotë mendimi i Sheikhit Ibn Bazit rahimahullah është se duhet qëndrimi të jetë, do të thënë kjo lidhja e duarve, vënia e dorës së djathtë mbi dorën e majt në namaz, në gjoks, është gjithmonë kur njeriu është në këmbë. Do të thënë dhe ky është mëdhhebi i disa prej dietarëve, duke u bazuar në argumentet e përgjithshme. Do thotë ajo që është përmendur për qëndrimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në këmbë është se i ka vendosur duart në këtë mënyrë. Dhe një prej haditheve është ajo që transmeton Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë inna ma'ashira al-anbiya umirna an nu'akhkhira suhurana wa nu'ajjila faturana, do të thonë ne pejgamberët jemi urdhëruar që ta vonojmë syfyrin, ta shpejtojmë iftarin, wa an numsika bi aymanina ala shama'ilina fi salatina, dhe ta kapim dorën e majt me dorën e djathtë në namaz. Do të thonë duke vendosur dorën e djathtë mbi të majtën në namaz. Dhe urtësia e kësaj është, do të thënë, shtimi i përulësisë para Allahut subhanahu wa taala. Do të thënë kur njeriu qëndron i drejtuar para Allahut, edhe e kap dorën e majt me dorën e djathtë dhe i vendos në gjoks, edhe është i përqendruar dhe i përulur. Do të thënë është pamje e përulësisë dhe e shfaqjes së robërisë para Allahut subhanahu wa taala. Do të thënë ndryshe është nëse i kishte pasur duart lëshuara, edhe ndoshta fillon edhe ndonjë lëvizje kështu me radhë, do të thënë që nuk tregon se është i përulur. Ku vihen duart? Do të thënë e kuptuam me hadithe të qarta, dhe ky edhe të tjerë ka që do të thënë sigur në këtë hadith që thotë se pejgamberët janë të urdhëruar në namaz ta vendosin dorën e djathtë mbi të majtën. Dhe gjithashtu kanë prej sahabeve që ka thënë do thotë kanë përmendur se njerëzit, do të thënë sahabët, janë urdhëruar që ta vendosin dorën e djathtë mbi të majtën në namaz. Dhe po ashtu transmetohet nga Hulb at-Tai radhiyallahu anhu, thot e kam parë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që kishte vendosur dorën e djathtë mbi të majtën në namaz. Do të thonë në shumë hadithe kjo është e qartë. Por ku duhet të mbahen duart? Ka ihtilaf. Do të thonë në shumë transmetime përmendet gjoksi. Dhe kuptimi është, do të thënë pjesa ku mbaron gjoksi deri përmi kthiz. Do të thënë kjo është mendimi më i saktë, sepse pa hyrë shumë në detaje. Do të thënë më e saktë është se çdo transmetim që është hasan ose sahih, ose edhe qoftë edhe mursel, do të thënë prej tabinëve, do të thënë tabini thotë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka vendosur duart kështu mbi kthiz. Do të thënë gjitha këto që janë hasan ose sahih janë, do të thënë, përmendet pjesa mbi kthizën dhe përpjet. Kurse ato që ku përmendet kthiza është një hadith që transmetohet nga Aliu radhiyallahu anhu, dhe ai është hadith shumë i dobët. Do të thënë prej haditheve më të dobta në zinxhir, dhe gjithashtu teksti i tij bie ndesh me hadithin që është sahih, që Aliu radhiyallahu anhu e ka komentuar fjalën fasalli li rabbika wanhar, do të thonë falu për Zotin tënd, dhe fjala në gjuhën arabe inhar, do të thonë përmendet qafa, nahar, do të thonë që është, do të thonë e buta e qafës ku fillon gjoksi, do të thonë kësaj thuhet nahar ose gjithë qafës.
Për këtë shkak, do të thonë disa kanë thonë që është për qëllim fal namaz për Zotin tënd dhe prej kurban. Do të thonë se gjithashtu thuhet inhar, do të thonë therrja e devës. Por është transmetuar se Aliu radhiyallahu anhu e ka komentuar këtë, do të thonë falu për Zotin tënd dhe vëri duart në gjoks, në namaz, do të thonë. Prandaj ky hadith që thotë se i ka vënë duart nën kthiz dhe është i dobët në zinxhir, edhe bie ndesh me këtë fjalë që është sahih, do të thonë bëhet hadithi edhe më i dobët dhe quhet munkar. Do të thonë kur i dobti e kundërshton atë që është sahih, quhet hadith munkar. Pra shkurtimisht, thotë në mendimi më i saktë është që duhet vendosen duart në gjoks ose pak nën gjoks. Do thotë në pjesën ku fillon e buta te gjoksi ose gropa e gjoksit. Dhe kurse mendimi në madhhabin Hanefi dhe madhhabi Hanbali gjithashtu janë se duhet vendosen nën kthiz. Edhe argumente kanë marrë këtë hadith, mirë po hadithi do të thonë të Aliut radhiyallahu anhu për ai është i dobët. Wallahu a'lam. Ka thonë autori qabla ar-ruku'i wa ba'dahu. Do të thonë kjo vënie e duarve duhet të jetë para rukus dhe pas rukus. Njësoj. Pra ky është mendimi i Sheikh Ibn Baz rahimahullah dhe mendimi i Malikive dhe Hanbelive, do të thonë se ose një mendim në madhhabin Hanbali, do të thonë që duhet të mbahen duart të lidhura në këtë formë gjithmonë kur është njeriu në këmbë, para rukus ose pas rukus. Kurse Hanefit dhe Shafit thonë se më e mirë është që njeriu t'i lëshojë duart pas rukus, se kanë thonë është qëndrimi i shkurt, do të thonë dhe nuk ka kohë për vendosje duarve e kështu me radhë, është qëndrimi i shkurt, por kjo gjithashtu është kundërshtuar se ka do të lexojmë disa prej dhikreve që i ka bërë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam pas rukus, do të thonë që tregon se është kohë shumë e gjatë. Edhe po ashtu është transmetuar në hadith se kanë thënë sahabët që ndronte aq gjatë pas rukus që mendonim se nuk do të bjerë në sejdë. Do të thonë prandaj nuk është ai argument se është koha shumë e shkurtë kështu me radhë. Wallahu a'lam. Kurse është pyetur Imam Ahmedi, ka thonë a duhet t'i lidh duart njeriu pas rukus, ka thonë nëse do i lidh, nëse do nuk i lidh. Do të thonë duke e parë se nuk ka argument të drejtë për drejtë që specifikon mënyrën se si ka ndëtur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ose çka ka urdhëruar në lidhje me qëndrimin në këmbë pas rukus, nuk ka specifik, por me që nuk ka specifik dhe disa prej dietarëve argumentojnë për këtë qëndrim pas rukus, do të thënë me argumentet e përgjithshme, do të thënë gjitha këto argumente për vënien e dorës së djathtë mbi të majtën, pra janë të përgjithshme dhe prej namazit mund të veçohet vetëm ajo për cilën ka argument të veçantë, do të thënë si është qëndrimi në ruku, për cilën ka argument të veçantë në sejdë, mes dy sejdëve, ose në ulje si mbahen duart, që do të thonë se në atë pjesë ku nuk është përmendur ndonjë argument i veçantë, do thotë veprohet me argumentin e përgjithshëm. Wallahu a'lam. Pra gjitha këto janë në temën e suneteve të namazit. Do thotë nuk i prishet namazi njeriu nëse i mban duart lidhur ose nuk i mban, por ajo që është më saktë sipas sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, këtë e përmendim që të jetë namazi më i plot, që të shtohet edhe për ulësia, khushu'i, do të thonë, edhe bukuria e namazit e kështu me radhë, wallahu a'lam.